Lojtarët shqiptar që aktivizohen në kampionatin italian janë të shumtë dhe thuajse në çdo ligë. Ka protagonistë të cilët mund të kthehen shumë shpejt në alternativat më të mundshme për Shqipërinë. Dy emra që po marrin gjithnjë më shumë vëmendje në futbollin italian, binjakët Shpendi. Cristiani dhe Steveni, të lindur me 20 maj 2003 në Ancona, po shënjerohen në një nga historitë më interesante të këtij sezoni në Seri B, duke tërhequr vëmendjen me paraqitjet dhe instinktin e tyre paraportës, teksa një vëmendje të madhe po marrin edhe në mediat italiane, të cilat shpesh heri kushtojnë artikuj dhe intervista binjakëve shqiptar. Të rritur me të njëjtin pasion për futbollin dhe me rrënjë shqiptare, të dy kanë zgjedhur të përfaqësojnë Shqipërinë, një vendim që konfirmon orientimin e tyre drejt kuqezinjve edhe në të ardhmen. Megjithatë, pavarësisht formës fantastike që po kalojnë, stafi teknik i kombëtares nuk i ka preferuar për kualifikueset e botrorit, ashtu siç nuk i mori as në play-off, megjithse kishte mungesa të shumta në repartin e sulmit. Edhe pse ndajnë shumë të përbashkëta, karriera e tyre këtë sezon ka marrë drejtime të ndryshme, duke i vendosur shpesh edhe përballë njëri tjetrit në distancë. Cristian Shpendi po spikat me fanellën e Cezenës, ku është kthyer në një nga pikat kyçe të repartit ofensiv. Sulmuesi shqiptar ka realizuar 10 gola gjatë sezonit, duke treguar vazhdimsi. Nga ana tjetër, Steven Shpendi po kalon një sezon edhe më të mirë me Empolin në Serin B. Me 13 gola të shënuar, ai është ndër sulmuesit më produktiv të kampionatit, duke treguar një instinkt të lindur për golin. Fakti që vetëm një prej realizimeve ka ardhur nga penaltia e bën edhe më të veçantë performancën e tij, duke theksuar aftësinë për të vendosur ndeshje nga loja e hapur. Historia e binjakëve Shpendi është ajo e dy talenteve që rriten paralelisht, por që ndjekin rrugë të ndryshme për të arritur të njëjtin objektiv, majat e futbollit. Në një moshë ende të re, ata po ndërtojnë profilin e tyre në një kampionat kërkues si Seri B, duke dhënë sinjale të qarta për të ardhmen. Të dy lojtarët, me shumë gjasa mund të bëjnë hapa të mëdhenj në karrierën e tyre, nëse vazhdojnë në këtë mënyrë me skuadrat, teksa kanë pranuar shpeshherë në konferenca dhe intervista që ëndra e tyre është që të luajnë për Shqipërinë. Duke qenë dy vëllezër dhe për më tepër binjak, natyrisht që të jenë në skuadrën kombëtare së bashku është një ëndër e madhe dhe shpresojnë që një ditë të bëhet realitet. Sezoni në Serin B është drejt fundit, por forma e tyre sugjeron se ky është vetëm fillimi. Me ritmin që po tregojnë, binjakët Shpendi janë kandidat serios për të bërë hapin e madh në karrierë dhe për të kthyer në emra të rëndësishëm jo vetëm në Itali, por edhe për kombëtaren shqiptare.